Horoskopi ditor e premte 27 shkurt 2026. Dashi. Sot do t'jeni gati të eksperimentoni në çdo moment dhe mund të ndërmerrni edhe ndonjë rrezik. Ju të dashuruari do të keni një mëngjes të zakonshëm, por pas mbesdite shumë gjëra do të ndryshojnë. Do e surprizoni partnerin dhe në fakt atij do t'i pëlqej pafund gjithçka që i propozoni. Ju beqarët do ta rigjeni buzëqeshjen pas kaq shumë kohësh. Por ju mund të filloj një etapë re. Në punë nuk keni për të pasur asnjë lloj problemi nëse shefat ju propozojnë diçka të re. Nuk do të mundoheni dy herë përpara se të pranoni. Në fakt, kjo është gjëja më e mirë që mund të bëni. Edhe në planin financiar do të merrni masa dhe gjendja do të mbetet e kënaqshme. Demi. Sado që të mundoheni ju dhe planetët sot nuk do të arrini dot të mbani ekuilibrin në çdo fushë. Ka rrezik që ju të dashuruarve t'ju kujtohen problemet të së shkuarës dhe atmosfera do të nxehet menjëherë. Asnjëri prej jush nuk do t'i pranoj gabimet dhe kjo mund ta përkeqësoj situatën. Ju beqarët nuk do të jeni me fat në dashuri dhe do të vazhdoni të mbeteni sërish të vetëm. Në punë nuk do të preferoni të bëni shumë ndryshime, por në fakt do të jeni të detyruar, sido që t'jetë keni për të përfituar nga të mirat që këto ndryshime do të sjellin. Për financa do të jetë ditë e përshtatshme që ju t'i organizoni si duhet të ardhurat, por nuk u nxituat, gjërat do të ecin mirë. Binjakët. Sido që të ketë qenë jeta juaj kohët e fundit, mirë është që sot të jeni më të logjikshëm dhe të mendoheni përpara se të veproni. Keni për ta parë që me shumë pak përpjekje gjithçka do të neutralizohet. Nëse jeta juaj ka qenë e vështirë në çift, gjatë kësaj dite gjërat do të fillojnë të ndryshojnë për mirë. Do të ndiheni më të qetë dhe më në harmoni me njëri tjetrin. Nëse jeni beqar, më në fund do e gjeni princin tuaj të kaltër me të cilin do të filloni një histori dashurie të jashtëzakonshme. Në punë nuk duhet të filloni një projekt pa marrë parasysh të gjitha pasojat që mund të shkaktojnë, pozitive apo negative qofshin ato. Në planin financiar, jo çdo gjë do të jetë e thjeshtë, prandaj duhet të tregoheni sa më të matur me shpenzimet. Gaforia, ditë mbushur me surprizat një pas njëshme, do të jetë kjo e sotmja. Nëse jeni në një lidhje, do të ndiheni gjithë kohës mirë pranë atij që doni dhe me fat që e keni në krah. Nuk do t'ju mungoj asnjë çast surprizat për këdheljet dhe ledhatimet për të. Nëse jeni beqar, do të keni ditën tuaj më me fat dhe do të vazhdoni të mbeteni vetëm dhe sot. Në planin financiar dhe profesional, planetët do t'jenë anën tuaj dhe do t'ju sjellin fat. Disave do t'ju duhen edhe disa propozime të papritura, por mjaft interesante. Në planin financiar do të keni më shumë fat se kur ndonjëherë më parë, prandaj duhet të përfitoni për të bërë disa investime. Luani, planetët do t'ju nxinin Luani, planetët do t'ju nxitin të shtoni edhe më shumë pasion jetën tuaj, megjithatë, ndonjëherë disa gjëra nuk mund të parashikohen. Nëse keni një lidhje, do të arrini të pajtoheni me partnerin dhe do të ndiheni më gati për të filluar një lidhje afatgjatë me të. Do të diskutoni më lirisht dhe nuk do të druheni për asgjë. Ju beqarët do të ndiheni si të bllokuar dhe nga frika e zhgënjimeve as nuk do të guxoni të tentoni. Në punë përdorni më shumë argumentat e duhura për të justifikuar vendimet që do të merrni. Mos u dorëzoni edhe nëse jeni pa mbështetje. Financa do të jenë më të mira dhe kjo do t'ju mbush me optimizëm. Virgjëresha. Mësoni të jeni të duruar gjatë kësaj dite që të dilni më të fituar. Nëse keni një lidhje, duhet t'i bëni të pamundurën që të afroni edhe më shumë partnerin pas vetes. Nëse ja dilni, do të siguroni një të ardhme të shkëlqyer së bashku. Ju beqarët do të jeni shumë energjik dhe të gatshëm për të njohur sa më shumë persona. Në fakt, kjo është një mënyrë e mirë për të afruar më të duhurin. Në punë mundet të bëni edhe gabime, por do të keni guximin t'i pranoni dhe të merrni masa shpejt. Buxheti më në fund ka për të pasur përmirësimet e menduara. Peshorja. Sot çdo gjë do t'ju nevrikos dhe nuk do t'jeni as pak në humor. Nëse keni një lidhje me Neptunin, do t'ju ndihmojë në çdo moment. Do të jeni shumë xheloz dhe të pabindur, por pavarësisht fjalëve
që do të thoni gjatë ditës, në mbrëmje do të pendoheni dhe do të kërkoni falje. Ju beqarë do të jeni sharman dhe do të merrni ftesa të njëpasnjëshme. Mos u tregoni mendje mdhenj, por filloni të mendoni seriozisht se çfarë zgjedhje do të bëni. Në punë do t'i bëni gjërat me nerv dhe inat, prandaj nuk keni për të arritur shumë lart. Ndryshoni sjellje nëse nuk doni të keni humbje në ditën tuaj. Në planin financiar, mos ndërmerrni rreziqe shumë të mëdha sepse keni për të rrezikuar. Akrepi, sot do të jeni më entuziast dhe më të logjikshëm, prandaj gjërat do t'ju ecin edhe më mirë. Nëse keni një lidhje, do të arrini më në fund të zgjidhni edhe disa probleme të hershme dhe do të mendoni pozitivisht. Partneri do të kujdese jashtëzakonisht për t'ju bërë të ndiheni si mbi re. Ju beqarët duhet të dëgjoni intuitën sepse ajo do t'ju çojë në rrugën e duhur. Mund të merrni mesazhe të ngrohta dashurie. Në punë do të jeni ambicioz dhe shumë të përqendruar në objektivat tuaja. Asnjë sfidë nuk do t'ju tremb. Në planin financiar, mos u sforconi shumë, por nëse ju duhet ndihmë, kërkoni mbështetje. Shigjetari, ditë shumë e paqëndrueshme do të jetë kjo e sotmja. Në shumë momente do të gjendeni edhe në vështirësi të mëdha. Ju të dashuruari do e keni vërtet të vështirë të qëndroni besnik atij që keni në krah, sepse disa persona simpatik dhe të qeshur do t'ju joshin në çdo moment. Ju beqarët duhet mendoni disa herë përpara se t'i thni hapa në mënyrë që të mos lëndoheni. Jo gjithmonë personat janë ashtu si duken. Në punë, edhe pse do të merrni një vendim të nxituar, nuk do të keni për të pasur probleme. Gjendja e financave ka për të qenë shumë herë më e mirë. Do të arrini të bëni edhe investime më tepër se zakonisht. Briciapi, dielli në Pluton do të bëjë që të jeni më optimist gjatë kësaj dite dhe të gatshëm për të rimëkëmbur gjithçka që keni lënë pas dore. Ju të dashuruarit do të keni një durim të jashtëzakonshëm dhe do të përballeni edhe me historinë e partnerit. Por ju më e rëndësishme nga të gjitha është ekuilibri dhe harmonia. Deri në fund të ditës do të bëni të logjikoj edhe ato që keni pranë. Ju beqarë do të jeni misterioz dhe do të keni shije të veçanta në dashuri. Nuk pritet në një gjë e re për ju. Në punë do të jeni profesionist të vërtet dhe nuk do të ndaleni përballë asnjë lloj sfide. Por ju nuk do të ketë asgjë të pamundur. Shpenzime do t'i shtoni pak dhe buxheti mund të pësojë tronditje të vogla. Ujori. Ditë interesante do të jetë kjo e sotmja për të gjithë. Nëse jeni në një lidhje do të arrini të njihni një anë tjetër të karakterit të partnerit tuaj, i cili do t'ju pëlqejë tej mase. Zemra do t'ju ndihet edhe më e plotësuar. Ju beqarët ka mundësi të jeni të turpshëm dhe nuk do të përfitoni nga ftesat që do t'ju bëhen. Në punë do të përballeni me probleme të vështira dhe do të jeni gjatë gjithë kohës të stresuar. Nëse pranoni ndihmën e miqve, do të gjeni shpejt një zgjidhje. Në planin financiar do të keni probleme akoma më serioze nëse nuk ndiqni këshillat që ju japin familjarët dhe miqtë e ngushtë. Peshqit, Mërkuri do të shtoj imagjinatën tuaj gjatë kësaj dite dhe do t'ju ndihmojë të realizoni të gjitha projektet që kishit menduar. Të shkuarën e hidhur do ta lini pas krave. Nëse jeni në një lidhje, përveç se partner, do të jeni edhe miq me njëri tjetrin, kështu që çdo moment ka për të qenë ngrohtë. Çdo problem do ta përballoni së bashku. Nëse jeni beqar, do ta kaloni gjithë ditën me miqt dhe mund të keni vetëm dashuriçka platonike sot. Në punë, ndryshe nga zakonisht, nuk do doni as pak të luftoni dhe të ndesheni. Do të preferoni të qëndroni në një ambient harmonik, sepse kjo gjë do t'ju frymëzojë më tepër. Financat do të jenë në përmirësim e sipër.